sot për vendin e tretë. Nëse do të shinim në një përballje për vendin e tretë mes Norvegjisë dhe Zvicrës, sigurisht që do shinim një ndeshje shumë më të luftuar, shumë më të dëshiruar në futbollistët e dy palëve, sepse përtej optimizmit, po themi, për të parë një ndeshje të bukur sonte, kemi disa futbollistë që shkuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta fituar këtë trofe. Sakt. Dhe 3 ditë pas zhgënjimit, pas eliminimit, dhe sidomos në fund të një sezoni shtrydhës, pra në hapat e fundit maratonës, është e vështirë që të gjesh motivim dhe forcë që të japësh maksimumin dhe durosh spektakël në një ndeshje si kjo. Jo më kot të dy trajnerët kanë preferuar që të paktën në 50% formacionit të hedhin futbollistë që kanë luajtur më pak ose futbollistë që mund të jenë edhe në qendër të merkatos këtë verë, të cilët ndoshta mund të kenë një motivim më shumë për të dhënë diçka, pra për të rrequr vëmendjen diku apo ku diun se çfarë, megjithëse janë emra që vështirë se ja lënë merkaton vetëm një ndeshje, por gjithsesi kanë zgjedhur, le të themi, lojtarë që kanë luajtur më pak, por që të presësh nga Harry Kane apo Jude Bellingham, futbollistë që kanë luajtur nga rreth 55-60 ndeshje gjithë sezonin, pa llogaritur këto të botërorit, që të gjejnë forca për të luajtur maksimum për vendin e tretë është e vështirë. Përjashtim bën këtu Kylian Mbappé që luan për një rekord personal që është këpuca e artë, pra një trofe personal, me qenë se është deri në këtë pikë, pse të mos e tentoj të jetë ai golçnuesi më i mirë i botërorit, sepse në fund fare do të mund ta shkruante